Të nderuar besimtarë dhe besimtare, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë këtë muaj muajin e Shaabanit, si parapërgatitje për muajin madhështor të Ramazanit. Në Ramazan na presin adhurimet e mëdha, që janë agjërimi farz, agjërimi obligativ i një muaji të plot. Kemi shtimin e namazit, kemi shtimin e sadakas, kemi leximin e Kur'anit, dhe brezat e parë e kishin muajin e Shaabanit si muaj parapërgatitje për muajin e madh të Ramazanit. Profeti alayhi salatu wassalam agjironte pothuajse këtë muaj të plot, muajin e Shaabanit, vetëm se shumë pak ditë prej tij nuk e agjironte. Pse? Si parapërgatitje për agjërimin e madh. Po kështu të parë tanë brezat e parë, sahabët, tabiinët dhe brezat pas tyre, ka ardhur që shtonin leximin e Kur'anit në këtë muaj. Sa e sa hatme i bënin Kur'anit, e lexonin të plot në arabisht në këtë muaj, përveç leximit që bënin në muajin e Ramazanit. Shtonin sadakat e tyre, mbanin lidhjet farefisnore e kështu me radhë. Pra, e rëndësishme është të kuptojmë se përgatitja për Ramazanin fillon që në këtë muaj, në muajin e Shaabanit. Me vepra të mira, me punë të mira dhe inshallah i ketë regjistruara në regjistrin tënd, asgjë nuk humb tek Allahu subhanahu wa ta'ala.